Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, sot do të përqendrohemi tek një nga titujt më të lartë të litanive të Zojës së Bekuar, Nëna e Paprishur. Ky titull na flet për pastërtinë e saj absolute, shpirtërore dhe trupore, për jetën e saj të pacënuar nga mëkati dhe për përkushtimin e saj të jashtëzakonshëm në shërbim të Zotit dhe njerëzimit. Në tekstet biblike nga Kënga e Këngëve tek Psalmet, shfaqet një pamje virgjërisë dhe shenjtërisë së saj, e cila e bën atë një pasqyrë të pakrahasueshme të bukurisë dhe mëshirës së Zotit. Sot, duke udhëtuar nëpër historinë dhe mësimet e saj, do të zbulojmë se çfarë do të thotë të jesh e paprishur, të ruash shpirtin pa njollë dhe të jesh një shembull i përjetshëm i devotshmërisë dhe dashurisë hyjnore. Një jetë e paprishur. Ne tashmë kemi diskutuar për virgjërinë e përjetshme të Marisë, për supremacinë e shenjtërisë së saj, që e bëri atë nëna më e pastër, më e virgjër dhe tani e paprishur. Afërsisht nuk është e nevojshme të flasim për të si të pacënuar nga mëkati. Ne e marrim këtë si të dhënë, por ne marrim një ide më të mirë për pafajësinë e saj nëse e shikojmë atë në mjedisin e saj. Ajo e pacënuara ishte e rrethuar nga mëkati. Ajo ishte si një lule, e pastër, lule që rritej mbi një grumbull plehrash. Ti je e gjitha e bukur, o dashuria ime, dhe nuk ka asnjë njollë në ty, lexojmë tek libri Këngët e Këngëve 4:7. Ti do të jesh e përsosur dhe pa njollë para Zotit, hyi tënd, lexojmë tek ligji i përtrirë 18:3. Ajo është drita e dritës së përjetshme dhe pasqyra e panjullosur e madhështisë së hyjit. Lexojmë tek libri i Urtisë 7:26. Shprehja nëna e paprishur mund të jetë sugjeruar nga këto tekste, edhe pse është më e mundshme që të vijë nga Psalmi 118. Të bekuarit janë të paprishurit në rrugën që ecin në ligjin e Zotit. Dhe më e mundshme akoma nga Kënga e Këngëve, e cila thuhet pothuaj në çdo fjalë për Zojën tonë. Hape për mua, motra ime, dashuria ime, turtullesha ime, e paprishura ime. Nga e pafajshme tek e paprishur. Kur në vitin 1854, Papa Piu IX shpalli se Virgjëresha e Bekuar, Nëna e Zotit, me një privilegj të veçantë hiri, e dhënë nga meritat e birit të saj hyjnor, ishte ruajtur e lirë nga faji i mëkatit origjinal, dhe kur ai deklaroi se ky privilegj që nga atëherë do të quhej pafajësia e paprishur, për të inkorporuar në depozitat e besimit, ai vendosi për katolikët dhe për gjithmonë të gjitha dyshimet lidhur me konceptimin pa mëkat të Zojës sonë të bekuar. Kjo doktrinë ishte menduar të shprehej me fjalët e litanisë, Nëna e pafaj, dhe më vonë do të specifikohej më tej me shtimin e titullit Mbretëresha e konceptuar pa mëkat origjinal, që të themi vendos llojin e kremit mbi tort të Nënës së pafaj. Dhe kështu është mjaftueshëm mbi këtë subjekt për të kaluar tek titulli tjetër i pastërtisë, Nëna e paprishur. Mund të themi se Maria u konceptua e pafaj dhe jetoi një jetë e paprishur. Në letërshkrimin e Shën Jakobit 1:27 ka një pasazh që ai ndoshta e shkroi duke pasur në mendje Virgjëreshën e Bekuar, jetën e së cilës e njihte personalisht dhe intimisht. Feja e pastër dhe e paprishur para Zotit dhe Atit është kjo,
të vizitosh jetimet dhe të vejat në mundimet të tyre, dhe të ruash veten pa njoll nga kjo botë. Shumë pali flet për Jezusin si prift i lartë, i shenjtë, i pafajshëm, i paprishur. Lexojmë tek letra e Hebrejve. Vera e pastër dhe e paprishur. Në çdo rast, fjala do të thotë jashtëzakonisht e pastër, e paprekur, jo e prekur madje nga fryma e mëkatit. Virgjili përdor fjalët intemeratum apo e paprishur në lidhje me verën, verë e pastër, verë e papërzier me asnjë substancë të dëmshme. Në atë lidhje natyrisht mendohet për kanën, ku u kthye uji në verë, dhe fjalët e kryetarit të tryezës për dhëndrin, ti ke mbajtur verën më të mirë deri tani. Maria luajti një rol kaq të rëndësishëm për t'i bërë Jezusit të kryente atë mrekulli. Prania e saj aty, kur Jezusi ngriti martesën në dinjitetin e sakramentit, ajo martesë e shenjtë për të cilën ajo ishte një shembull kaq i bukur, na lejon të shohim një kuptim të dytë, mistek në ato fjalë, verë më e mirë deri tani. Maria, vera e pastër, e paprishur. Të qëndrosh pa njoll nuk është e lehtë. Ti do t'jesh e përsosur dhe pa njoll para Zotit hyjit tënd. Pa njoll. A mund të ketë ndonjë gjë më shprehse për bardhësinë e pacënuar të shpirtit të Marisë? Të gjithë e dimë vështirësinë për të ruajtur një veshje të lehtë pa njolla, edhe për disa javë. E dimë që shkëlqimi i lulës më të bukur të lisit njolloset nga një pikë shiu, por bukuria e Marisë nuk ishte vetëm e pacënuar, duke kaluar përmes stuhive të jetës dhe ujrave të mundimeve, por u përforcua pozitivisht prej tyre, në mënyrë që kur erdhi thirrja, ngrehu tortolesha ime, e bukura ime, sepse dimri ka kaluar, shiu ka mbaruar dhe iku. Eja nga Libani bashkëshortja ime, eja do të kurorzohesh. Ajo shkoi tek Zoti i saj në tërë shkëlqimin e pafajësisë së saj. Shënjëronimi duke komentuar këtë pasazh thotë: jo pa të drejtë i është thënë të vijë nga Libani, sepse Libani quhet kështu për shkak të bardhësisë së tij të pastër dhe shkëlqimit. Libani toksor është i bardhë me dobor, por lartësitë e shenjta të shenjtërisë së Marisë janë të bardha me pastërti dhe hir, të shkëlqyera, më të bardha se dobora, duke shkëlqyer me dhuratat e frymës së shenjtë. Ajo është e paprishur si një turtullesh, krejt e pastër, krejt drejt, e mbushur me hir dhe të vërtetë. Ajo është plot mëshirë dhe drejtësi që shikojnë nga qielli, dhe prandaj është pa njoll, sepse brenda saj nuk ka pasur kurrë ndonjë korruptim. Pa vetë përdorim. Asnjë hieshim i vetë përdorimit nuk ekzistonte në përpjekjet e Marisë për të ruajtur shpirtin e saj pa njoll. Ishte si një pikturë e shquar e pajisur me arsyen dhe aftësi të tjera që vazhdimisht përpiqej të ruante sipërfaqen e saj nga gërvishtjet ose dëmtimet, jo për kënaqësinë e të dëgjuarit, lavdërimin e bukurisë nga një turm admiruesish, por vetëm që talenti dhe aftësitë e artistit të njiheshin nga të gjithë. Ajo dëshironte të këndonte përjetësisht kantikën e saj të falënderimit me dashuri. Shpirti im madhëron Zotin.
Pasqyra e përkryer e Zotit. Një pasqyrë e qarë ose pjesërisht të dëmtuar deformon fytyrën, që kërkon të pasqyroj, por shpirti i zonjës son ishte gjithmonë i ndritshëm dhe pa njoll ose të meta, dhe bukuria e Zotit pasqyrohej në të pa pengesa ose kufizime, dhe të gjithë njerëzit e lavdërojnë atë për përsosmërinë e veprës së tij tek ajo. O nëna e ëmbël, mos u tërhiq nga fëmijët e tu të varfër, që nuk morën asnjë mundim për të ruajtur të pacënuar mantelin e tyre të pagëzimit, që çdo ditë marrin mira njolla dhe të meta, dhe që pothuajse nuk mundohet të kthehen tek fuqitë pastruese të sakramenteve, për t'i rikthyer ato të paktën në një shkallë bardhësie. Pusho në veshët tanë se të pastërta zemrat shohin Zotin, dhe duke e parë atë e duan atë, dhe duke e dashur bëhen gjithnjë më të pastër nga flakët hyjnore, që të ruajtën ty pa njoll, që nga momenti i parë i ekzistencës sate deri në të fundit. Pa flakët dëmtuese të pasionit. Kur shpërthen zjarr në një pyll, të gjitha kafshët e egra largohen në terror. Kështu, nëse dashuria e hyjit ndizet brenda nesh, kafshët e këqija, pasionet tona dhe prirjet e këqija, ose do të digjen, ose do të largohen. Në shpirtin e Maris nuk ishte të tilla krijesa të egra, por si një udhëtar i matur në shkretë të tir, ajo gjithmonë mbajti sinjalin e saj ndezur gjatë natës së errët të udhëtimit të saj përmes jetës, dhe kështu ruajti pafajësinë e saj të pacenuar derisa drita doli dhe hijet u tërhoqën, dhe ajo i u përgjigj thirrjes së të dashurit të saj. Eja nga Libani, bashkëshortja ime, eja, do të kurorzohesh. Atëherë zjarri brenda saj u ngrit në një flak të madh dhe gëzimi, flama amoris jubilantis, për të përdorur termin e Shën Bernardit të Sienës, që ngrihej gjithnjë më lart dhe u bashkua përgjithmonë me atë që është drita e botës, autori i dritës, që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. E paprishura dëshiron të ndihmoj të papastërtit. Satani ja shfaqte çdo qast para syve çdo ditë, duke e provokuar me mendimin për numrin e pamast të ndjekësve të tij. Nga obori mbretëror, nga tempulli, nga shkollat, nga shtëpitë e vogla të popullit, mëkati ecste guximshëm, mëkati i mosbesimit, mëkati i papërkujdesisë, mëkati i papastërtisë. Do të dukej pothuajse një detyrë e pamundur për të përballuar një masë të tillë mëkati. Kishte disa shpirt të shkëlqyer, por vetëm ajo, duke qenë absolutisht e paprishur, ishte pasbirit të saj, e vetëdijshme për madhështinë e punës së shpëtimit të njerëzimit nga fuqia e djallit. Dhe sepse e dinte këtë, ajo e paprishura e urrente mëkatin. Mëkati do t'i kushtonte shumë para se të vdiste, por do të vendos armiqësi mes teje dhe gruas. Ajo kishte pjesën e saj në shpëtimin e botës nga mëkati, dhe grua trem, ajo do të bënte pjesën e saj, çfarë do qoftë kostoja. Por harro idetë e gabuara. Ne jemi të prirur të marrim ide të gabuara për mëshirën e Maris. Disa njerëz shkruen sikur ajo të ishte më false se Zoti, sikur Jezusi të ishte drejtësia dhe ajo mëshira, sikur ajo qeshte me mëkatin, e zvoglonte atë dhe ishte detyruar të çonte njerëzit në qiell, pavarësisht se sa ngjiteshin tek mëkatet e tyre. Por kjo është blasfemi, tradhti. Ajo i do mëkatarët,
po, por kjo është e ndryshme nga të thuash që ajo toleron mëkatin. Ajo është streh për mëkatarët, por për mëkatarët e penduar. Gjon Pagzuesi pati një mesazh, pendohuni. Jezusi pati një mesazh, pendohuni. Dhe Maria pati një mesazh, pendohuni. Ajo dëshiron që ne të jemi të paprishur nga mëkati. Lëre mëkatin, paguaje për mëkatin. Në shfaqjen e 8 të Zojës së Lurdit, unë jam pafajësia e paprishur, e pacënuara. Bernardeta e vogël u transformua për një orë, dhe kur u kthye tek njerëzit, mesazhi që u dha atyre nga Zoja ishte: Krisht, 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 që përfshin dhe kërkon një pendim, 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 paraprak nga mëkati. Së pari liro mëkatin, pastaj paguaje për mëkatin. Ishte e njëjta gjë kur ajo u shfaq në La Salete. Për 2 fëmijët, ajo dha një mesazh për njerëzit. Ajo u ankua për shturjen e krishterëve dhe kërcënoi me ndëshkimin e Zotit, por premtoi mëshirë për ata që do të pendoheshin. Ajo nuk mund të qetësohet nga ndonjë besnikëri e ndarë. Mesazhi për ne nga titulli Nëna e paprishur. Ky është një nga mesazhet që mund t'i marrim për veten tonë nga ky titull i litanisë Nëna e paprishur, se është budallallëk të mendojmë se po këndojmë lavdërimet e pafajësisë së saj, nëse nuk përpiqemi të afrohemi dhe të imitojmë pafajësinë e saj. Ne e dim sa shumë bie nën atë ideal, por duhet të kemi atë që thot poeti, transportin e qëllimit. Vetë Krishti ka vendosur idealin për ne në predikimin mbi mal: bëhuni pra të përsosur, ashtu si Ati juaj qiellor është i përsosur. Nuk ka më pak se përsosmëri, dhe kjo kërkon të paktën lirinë nga mëkati. Pra, nuk është larg mendjes të thuhet se Nëna e paprishur është vendosur për shembullin ton, kur edhe Ati qiellor është modeli ynë. Dhe duke qenë vetë Nëna e paprishur, duke urryer mëkatin dhe duke kërkuar ta largojë nga faqja e tokës, ajo nuk ka dëshirë më të madhe se sa të na çlirojë nga ai, të na shpëtojë nga armiku që do të na shkatronte. Përpiqu të lësh mëkatin dhe kënaqu në besim tek ajo. Kjo është ajo që shenjtrit nënkuptojnë kur kthehen tek ndërhyrja e saj si shpresa e madhe e shpëtimit. Pra, Shën Gjoni Damiani lutej asaj: duke pasur besim tek ti, o Nëna e Zotit, do të shpëtoj. Duke qenë në mbrojtjen tënde, nuk do të kem frikë. Me ndihmën tënde do t'u jap betejë armiqve të mi dhe do t'i shpërndaj, sepse devocioni ndaj teje është një armë e shpëtimit, që Zoti i jep atyre që është vullneti i tij të shpëtojnë. Edhe Shën Injaci e dinte këtë. Në konvertimin e tij, ai e zgjodhi atë si nënën e tij, mbrojtësën e tij. Ndonjëherë kalonte ne të tëra përpara imazhit të saj dhe mezi mund të ndahej. Dante e ka thënë mirë për të, si ajo nga e cila çelësi dashurisë së Zotit u hap. Asgjë e paprishur nuk do të hyjë në qiell. Por ka një tjetër mendim që lind nga shqyrtimi i titullit Nëna e paprishur. Është mendimi veçanërisht për trupin e paprishur të Marisë. Shën Gjoni thot për qiellin tek Zbulesa 21:27: asgjë e papastër nuk do të hyjë në të, por ajo e paprishur në shpirt dhe trup tashmë sundon aty, madje edhe trupërisht, si mbretëresh.
Ngjitja në qiell e së paprishurës. Dhe pse jo, çdo njeri nga ne shpreson që edhe ai një ditë me hirin e Zotit të jetë në qiell, trup dhe shpirt, që do të ketë ngjitjen e tij të lavdishme. Pra, a nuk është e përshtatshme të besojmë se Maria tashmë ka pasur ngjitjen e saj në qiell? A duhet të presi ne deri në ditën e gjykimit? Jo, Zoti nuk vepron kështu. Ai parashikoi ditën e gjykimit për të. Ajo balanconte shkallët e drejtësisë dhe shenjtërisë. Gjithçka lidhet me pafajësinë e saj të paprishur. Sikur Adami dhe Eva të kishin mbetur të pacënuar, as ata nuk do të vdisnin kurrë, por do të ishin ngjitur trup dhe shpirt në qiell. Ata do të kishin pasur ngjitjen e tyre. Pra Maria, duke qenë e pacënuar, edhe pse ajo pranoi të vdiste për të përputhur jetën e saj, më shumë me atë të birit të saj që pranoi të vdiste, duhet të ketë pasur fitoren mbi kalbjen e varrit. Ishte e përshtatshme që Jezusi, i cili ishte mish nga mishi i saj, ta veçonte atë për t'u liruar nga kalbja e vdekjes, ashtu si e veçoi për pafajësinë e paprishur. Është mësimi pa kundërshtueshëm i kishës, se ky i njëjti trupi Maris, edhe pse subjekti i vdekjes dhe varrit, si trupi i birit të saj, nuk njohu kurrë turpin e kalbjes. Ky meditim i bukur dhe besim i mbajtur gjatë në nderim të kishës, tani është kristalizuar si dogmë, sepse në udhëheqjen e Papa Piu të 12, ngjitja e Virgjëreshës Mari trup dhe shpirt në qiell, u shpall ashtu si pafajësia e saj e paprishur, një artikull i besimit katolik. Historia e ngjitjes. Historia e ngjitjes na vjen nga pena e Shën Gjonit të Damaskut, që në shekullin e 7, një nga shkrimtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave dhe një doktor i madh i kishës, dhe ai e quajti në kohën e tij një traditë të lashtë. Kur Virgjëresha e bekuar po vdiste, sipas llogarisë së Shën Gjon Damaskut, ashtu si gjendet në breviarin romak, apostujt, sikur të frymëzuar u shfaqen papritmas në Jeruzalem. Ata kishin shkuar në pjesët e largta të botës së njohur në përputhje me misionin e tyre të dhënë nga Zoti. Shkoni pra, mësoni të gjitha kombet. Një vizion u shfaq me shoqërim të melodive qiellore dhe në praninë e tyre Maria vdiq. Trupi i saj, që kishte qenë tabernakulli i Jezu Krishtit, u bart nga apostujt me melodin e këngës engjëllore deri në kopshtin e Gjetsemanit, dhe u vendos në një varr, rreth të cilit kënga qiellore vazhdoi për 3 ditë. Kur kënga ndali, apostujt ranë dakord të hapin varrin, që Shën Toma të shihte trupin, sepse ai kishte munguar si një herë më parë, por gjithçka që gjetën ishte pëlhura e varrit, e cila nxirrte një aromë të ëmbël. Më pas mbyllën varrin. I habitur nga kjo mrekulli, ata përfunduan se ai që mori mesh u bë njeri dhe lindi nga Virgjëresha Mari, dhe që ruajti virgjërinë e saj pas lindjes, ishte i kënaqur gjithashtu pas vdekjes të mbante trupin e saj nga kalbja dhe ta barte në qiell përpara ditës së ringjalljes së përgjithshme. Meqense të gjithë ne shpresojmë për qiell, do të dukej e papërshtatshme që Krishti ta bënte nënën e tij të prishej në një tjetër njoftim nga trumbeta e Gabrielit për të kurorzuar trupin e saj triumfalisht në qiell. Dëshmitarët. Shën Gjon Damasku vazhdon të thotë se përveç apostujve, midis të cilëve përfshihen Jakobi dhe Pjetri, më i larti dhe më i tjetri i teologëve ishin gjithashtu të pranishëm: Shën Timoteu i peshkë i Efesit, Shën Denisi Areopagiti dhe një Shën Hierotheus. Shumë të tjerë vëllezër të shenjtë, tha ai,
Erdhën për të parë atë trup që i dha botës princin e jetës dhe përmbante Zotin brenda vetës. Dhe pasi e pan, e festuan me këngë sa më mirë që mundën, mirësinë e pafund të fuqisë hyjnore. Për këtë diskutim për gjumin e virgjëreshës së bekuar, Kisha e vendos sot doktrinën e saj. Trupi i bekuar i Zojës vërtet u nda nga kjo jetë dhe është pranuar në pamjen beatifikuese. Këto dy hire i ka të përbashkëta me çdo shenjtër, por me fjalën ngjitje kuptohet se ajo ishte përjashtuar nga ligji i kalbjes, të cilit trupat njerëzor pas vdekjes i nënshtrohen, dhe se nga një kujdes i veçantë i Zotit, ajo u ngjit pas vdekjes, ashtu si shenjtri do të ngjitën në ditën e fundit me trup dhe shpirt, lavdi plot dhe të pavdekshëm nga varri, dhe se ajo kështu u pranua në qiell. Ngjitja dhe fuqia hyjnore. Ngjitja gjithashtu nënkupton se nuk ishte nga ushtrimi i fuqisë së saj, por nga dashuria e gjithfuqishme e birit të saj hyjnor, që Maria u lavdërua kështu. Është besimi ynë, thot Shën Toma, se pas vdekjes, Virgjëresha e bekuar u ringjall në jetë dhe u bart në qiell, sipas psalmit: Ngrihu o Zot në pushimin tënd, ti dhe arkën që e ke shenjtruar. As një relik. Nuk ka as një relik të Marisë. Kisha nuk ka pasur kur një të tillë, ndërsa ka të çdo shenjtë të kanonizuar. Ose atëherë ajo që gjithmonë ka shfaqur kujdes të jashtëzakonshëm për trupat e shërbëtorëve të Zotit, nuk mori as një kujdes për të ruajtur mbetjet e shenjta të asaj që i dha mesh dhe gjak shpëtimtarit të botës. Ose ndryshe, ngjitja e Zojës sonë të bekuar është një fakt i pakundërshtueshëm. Ky besim është thjesht ajo traditë e Kishës që e ka origjinën tek apostujt, të cilët qëndruan pranë varrit të Virgjërës së Virgjërave dhe gjetën se Zoti kishte ruajtur trupin e saj nga kalbja, ashtu si kishte ruajtur shpirtin e saj nga mëkati. Ka shumë për të menduar gjithashtu, duke marrë parasysh se Maria mbante nga të gjitha krijesat ngjashmërinë më të afërt me birin e saj hyjnor. Ajo ishte si ai si Zot, dhe ai ishte si ajo si njeri. Bukuria e tij e trupit ishte vetë e saj. Fytyra e tij kishte bukurinë nga tiparet e saj të virgjëra. Sytë e tij reflektonin shkëlqimin e shikimit të saj. Zemra, për të cilën ai kishte thënë se ishte e butë dhe e ulët, rrihte dhe pulsonte në bashkëpunim me zemrën e një nëne që ishte po ashtu e butë dhe e përul. Ata ishin dy shpirtra binjak, në trishtim dhe gëzim, dhe madje vdekja nuk mund t'i bënte të ndryshëm. Ashtu si besojmë se Krishti vdiq dhe u varos, që ai të ngjallët të tretën ditë dhe të ngjitet në qiell, po ashtu besojmë se Maria vdiq, u varos, u ringjall dhe u ngrit në qiell. Çmimi i papastërtisë është vdekja. Së fundi, edhe pse vdekja shkatrimi duket fundi natyror i çdo gjëje materiale, dhe kështu nuk është domosdoshmërisht paga e mëkatit, kalbja e trupit është një pasojë e mëkatit origjinal. Por vetëm tek dy persona nga të gjitha ata që kanë jetuar ndonjëherë në këtë tokë, nuk u gjet asnjë farë kalbjeje. Do me thënë, shpëtimtari ynë dhe nëna e tij e bekuar. I papërlyeri ishte i tij me natyrë, ishte i saj përmes plotësisë së hirit të tij. Ai ishte Adami i dytë dhe ajo ishte Eva e dytë. Dhe ashtu si prindrit tanë të parë humbën të drejtën përmes një akti të pabindjes, prindrit tanë të dytë fituan të drejtën për paqësi përmes bindjes. Dhe kështu edhe njëherë doktrina e ngjitjes së Marisë është thjesht një pasojë e pafajësisë së saj të paprishur. Nëse shenjtrit e tjerë u ngretën me trup dhe shpirt në qiell pas vdekjes,
dhe besojmë se u ngritën, ajo ishte përmes një privilegji shumë të jashtëzakonshëm, por ishte plotësisht e drejtë dhe e përshtatshme që nëna e shpëtimtarit ton, ajo që është gjithashtu mbretëresha e qiellit, të hyjë në mbretërinë e saj jo me privilegj, por me të drejtë. Trupi i saj i bukur në vdekje nuk duhet të bllokohet nga pluhuri i rënd. Koka dhe zemra dhe duart e saj nuk duhet të rrethohen kur nga krimbat e kalbjes së shtëpisë. Në vdekje, ashtu si në jetë, Maria duhet të jetë me të vërtetë nëna e paprishur. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, ndërsa përmbyllim këtë udhëtim shpirtëror mbi nënën e paprishur, të mbajmë në mend se ky titull nuk është vetëm lavdërim për Marin, por edhe thirrje për ne të gjithë të përpiqemi të jetojmë me pastërti shpirtërore, të largojmë mëkatin dhe të hapim zemrën ndaj hijrit të Zotit. Ashtu si Maria u ruajt e paprishur dhe u ngjit trup dhe shpirt në qiell, edhe ne mund të aspirojmë për një jetë të shenjtë, duke u mbështetur në ndërhyrjen dhe shembullin e saj të shenjtë. Nëna e paprishur na fton të shohim dritën e Zotit, të rritemi në dashuri dhe besim, dhe të shkojmë përpara me shpresë të pathyeshme, duke ndjekur atë shembull të pafajësisë dhe devotshmërisë.